Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Sot po përgatisim një recetë të shpejtë, të lehtë dhe tepër të shijshme, burek me pejta të gatshme për 5 minuta përgatitje edhe i përgatisni shpejt edhe lehtë. Bureki ju bëhet sikur me pas përgatit vet pejtat e holla, të buta edhe tepër të shijshme. Fillojmë me përgatitjen. Fillimisht po e përgatitim përzierjen për me i ly pejtat. Na duhet një gotë e çajit ujë me gaz ose ujë i thartë ndryshe që njihet, një gotë e çajit me vaj, mund të përdorni sasi më shumë nëse doni të përgatit më shumë pejta, edhe 2 lugë të gjellës me miell. Pasi t'i kemi shtuar krejt përbërësit, vazhdojmë edhe masën e përzim mirë derisa të tretet mielli edhe të bashkohen mirë. E pastaj me këtë përzierje vazhdojmë përgatisim ose i lyejmë edhe pejtat. Unë kam vendos me përgatit, pra byrek me pejta të gatshme, të blere, pra i kam blej kështu pejtat që janë përpite, por ka edhe për bakllavë. Unë i mora këto të baklavës kësaj here për të përgatitur këtë recetë. Vazhdojmë edhe i lyejmë mirë, kështu, duke e përhapur apo duke e shpërndar këtë masën apo përzierjen mirë në krejt pejtën, si në video, edhe kjo fillon të zbutet, bëhet e butë, bëhet e mirë, e hollë, edhe çka më ju thonë, si me përgatit vet, ama përgatitet shpejt për 5 minuta, pra e keni në tepsi. Mbushjen e burekëve e bani sipas dëshirës. Unë e kam bë me spinak edhe me pak gjizë, pak aj kam shtu, një vezë kryp edhe e kam bë përzierjen gati. Tash veç vazhdojmë edhe i mbushim kështu. Edhe ja, po e shikoni burekat i kemi gati. Unë po ja jap këtë formë. Ju mundeni me i dhanë edhe forma tjera pra, por unë e vendosa kësaj here me përgatit në formë të rumbullakët. Po e shikoni që pejtën e lyej mirë edhe skajeve dhe që të përfshihet mirë. Pra thash mbushjen e bëni sipas dëshirës, ashtu qysh ju i keni qef, qysh i hani ma shumë, tash secili për veti i përgatit, edhe kështu pra miq të dashur, nga një pejt, pra jo ma shumë, mundeni nëse doni edhe nga 2 me i bë, por i lyjeni mirë që doni me i bë ma të trasha, por unë ju them se kështu mjafton vetëm një pejt, e shikoni se si zbutet, bëhet e butë e mirë, e pastaj i vendosni në tepsi. Vazhdojmë furrën, e lëshojmë që të nxehet në temperaturë 200 gradë, mandej vazhdojmë edhe byrekat i shtim për t'i pjekur pasi furra të nxehet. Pasi kemi bë gati edhe tepsian e kemi mbush, vazhdojmë marrim një vezë e rrahim mirë, mandej vazhdojmë i lyejmë mbi. Kështu pra, mundohuni t'i lyejeni mirë. Dhe pastaj do i fusim në furrë të nxehur në temperaturë 200 gradë. Që këto të piqen. Pra vazhdojmë në temperaturë 200 gradë, i kemi pjekur, derisa të skuqen mirë dhe të pjeken mirë, do t'i kontrolloni. Pastaj i mbulojmë pak që këto të zbuten. Por nëse e shikoni që në 200 gradë po pjeken shumë, mund ta zvogëloni temperaturën edhe në 180 gradë. Ju do ta kontrolloni. Pasi kam lënë pak të zbuten, tash e shikoni janë bë të buta, të mira, të shijshme, edhe sikur me pas përgatit vet, edhe pejta është bërë e mirë, e butë. Çka më ju thonë, mos mu lodh me përgatit shpejt kur ju hahen bureka, pra i keni të gatshme, vetëm për pak minuta, sidomos për fillestar janë ideale, edhe për nuse të reja ideale. Provoni recetën për veti, por edhe për mysafir, pse jo, pra bëhen shumë të mira. Kjo ishte receta për sot, shpresoj që sadopak ju kam ndihmuar edhe me këtë ide se çka të përgatesni. Mirëmbëçi deri në recetën tjetër të radhës.